Knatësi që të kemi sonte në studio. Knatësi edhe unë që jam këtu në studio të jo, faleminderit për ftesën, faleminderit për krejt senet në përgjithësi. Faleminderit edhe ty që po na ofron muzikë të këndshme që ju pëlqejnë të rinjve tani. Si po të shkon vera, Briljant? Briljant? Briljant. Briljant. Briljant, po. Jo, e kisha, apo të shkon briljant, vera? Briljant, po më shkon vera shumë në mënyrë shkelqyshme. Është diçka shumë që më pëlqen, edhe në këtë aspektet e adhuroj verën. Mas shumë ti të pëlqen Mas shumë ti, si stinë më pëlqe vera. Si të ka shku vera? Më thënë, qëka ke pas, qëfar aktivitete ke pasur gjatë verës? Valla, Vlera, vera më ka shku shumë super, kom pos aktivitete mas shumë të në muzikë, po mirë me projekte. Duke u munduar që sjellësh gjëra treja, prova, dalje treja, po. Me krejt sene treja edhe punë pandalshme. Po. A ke pasur, a ke qenë aktiv në performanca tuat, aktivitete? Po, kam qenë aktiv, dhe më ho para 3 jave, afrë 1 muaj, kështu kam pos një projekt fundit tash, jem të punu pandal, edhe me projekte treja, kem diçka shumë të mirë, edhe ky projekti i fundit ka dalë diçka. Kjo është arsyeja edhe që të kemi thirrë, na fol pak më shumë rreth projektit fundit. Projekti i fundit, Vlera, ka qenë shumë i suksesshëm, domethënë një punë e palodhshme pe stafit, edhe jena munu në maksimum me dalë diçka e mirë, me staf, me producent, edhe i falenderoj shumë. Kush janë bashkëpunëtorët e tu kur jemi te falenderimet? Bashkëpunëtorët janë për shembull sa i përket produktit muzikës që e kanë nxjerrë me punë të palodhshme, është njëri prej producentëve të mi është Valen Demoku, që kam punu qysh herët me ta. Sa i përket videoklipit, stafi për shembull Gzim Hysejnaj, që është një punëtor shumë i madh edhe është një punëtor shumë perfekt në punën që e bën ai. Briljant, me tekstet kush mirret? I shkruani edhe vet? Me tekste merrem ma shumë vet, po me ndihmën e stafit, shoqënisë në studio, edhe kroj, familjes, vllazën, qështu. Kur shkruan tekstet vet, ku inspirohesh më shumë, apo ku bazohesh? Në përditshmëri, në jetë, apo çka të motivon më shumë? Tash, me të thonë drejtën, Vlera, mu motivon edhe jeta e përditshme, kam inspirimet mëdhoja edhe nga artistat jashtë vendit. Huaj. Huaj. Kush janë ata, për shembull, dikush që për shembull ta shohim? Kompos, për shembull te Drake, unë pëlqen Drake shumë, adin, ku mori inspirim si ka zhonri i muzikës që e ban, për shembull Gims, Francezi, Gims, ishte edhe në Kosovë. Po, A ke pas mundësi me shku me ndëgju? Për fat keq, nuk kom pas mundësi, edhe më kam betë shumë marak, po më pëlqen shumë, adin, zhonri që e ban ai, edhe e për cili inspirim edhe veshin, adin, se më pëlqen shumë. Po, me thënë, është një farë udhërëfyesi, një farë forme, po reperët në Kosovë edhe Shqipëri? Sa ke pas mundësi me i taku, ose këtë dëgjon pak më shumë, sa janë bashkëpunus në këtë aspekt për artistët e rinj? Valla, kështë kum pas mundësi me i taku shumicën artistëve, si edhe jashtë vendit të unë, jashtë Kosovës, po edhe në Kosovë, edhen këna pas edhe neja, sene, kështë u shku gjithë shka mirë, po Dorën zemër, tregona një, prej këtyre që i ke takuar, cilit ka zhgënyu edhe cilit ka befasu për mirë, ndoshta për dikon që ke mendu se është shumë endje madh, ta kanë gjitë dorën një farë forme, dhe për dikon që ke menduar se është i hapur, të ka zhgënyu. A ka të tillë në jetën tënde, në karierën tënde që jetë duke ndërtu? Për ato që, për shembull, për artist që më ka ndihmu deri këto, nuk e urrej në atë aspektin, edhe
Dhe më thonë, Nuk prisni, do më thonë që dikush të të ndihmoj për shkak të talentit që e ke. adin, kom prit, kom pos ndihmat ndryshme pej artistëve të ndryshëm, kom pos, për shembull, pej shumicës edhe çka janë në karrierë, në kulm të karrierës, po kështu jam pacur me një fjoll, kam qef me pos me të gjithë mirë. Adin, Po, e di që je paqësor, po tash edhe paqësorët e kanë njerë një hatërmbetje, a? Do më thonë, të ngelet hatri për dikon që ndoshta ke prit ma shumë me të ndihmu, sepse të gjithë e dim se artistët e rinë kanë nevojë për përkraje nga të tjerët, për bashkëpunime. kom pos edhe, për shembull, artista që kom menu, që më ndihmojnë, po edhe tek e fundit tash... Okej, se po e shoh që nuk po ki qef shumë, po okej, si pas teje, që një pyetje tjetër, si pas teje, cilin nga artistët, reperët po flasim gjithmonë, nuk e meriton famën që e ka? Ta zëm. E këto... Që duke që është i mbi vlerësum, pak ma shumë? Unë mendoj që çdo artist që u mundu edhe ka bo sakrifisë të madhe deri aty ku tash është, E ka një arsye, po. E ka një arsye. Nashta, për shembull, ka dhezë me një kong, e ka qatë vlerë të vetën që tash është ku është. Po. Ka, për shembull, që kanë bon shumë bazë, janë qysh mëti, edhe menoj që çdo kush e meriton ato që e ka. Po. Përgjigje diplomatike. Diplomatike. Okej, shumë mirë. Kë e vlerëson më shumë ti si reper shqiptar? Për punën që ka bo, për karierën që ka arritur që nga fillimi deri tani? Ai që punën e vlerësoj në maksimum për punën që e ka bo, po punën palodhshme në vitet e fundit e ka bo, për shembull, e kem Dëngjonin, ka punu shumë me album, me sene të mira, po, do më thonë, ai që punën, edhe gjithmonë shpërblejet edhe e vlerësoj. Po. Duket si reperi më aktiv, sidomos verën e fundit ka qenë, me albumin e ri, po e kemi në anën tjetër edhe nga Shqipëria që është Noizi, po edhe këtu Dëngjoni. Ty të krahasojnë pak a shumë me Dëngjonin, si ndjesh? Po, më krahasojnë, vlera më krahasojnë. Në mënyrën, zonin, e keni kogja të njëjtë? Krahasimi më i madh vjen nga audiencë, nga publiku, për shembull që thojnë qysh më kanë thonë shumë herë, është ngjyra e zonit e Po, këtë e kam dëgjuar edhe unë nga publiku, në anën tjetër, sepse nuk njihemi personalisht, prandaj edhe po të pyes, si ndjesh? Gjithmonë nuk kam pas dëshirë të bëm kopja e dikuj e dëpt. Sepse edhe nëse unë isha bon, m'ja hup originalitetin që e ka unë nekaj, si për shembull Dëngjoni, po unë sarë jem nis në studio, jem shku si vetvetja, jem shku si briljant, nuk jem shku kur si askush. Po gjithë shka që kom dosht me nxirr një frymë të re, një zhonër, adin që i pëlqen publikut edhe muni publiku mirë. Po, kjo është ajo që je vetvetja e pastaj në gjasime që mund t'i bëjnë fansat, ato janë komplimente në një farë forme. Sa ke pasur mundësi me u taku me Dëngjonin, çfarë marrëdhëniesh keni me të? Kom pas mundësi dhe mu taku, jena taku me Dëngjonin, marrëdhëniet e kem të mira, se vim edhe prej një venit, jem vllazën në atë aspektin. Apo jeni të një vendi, ha? Jem të një venit, jem bashkë pej Drenice, të dëtë, po mirë, kem raportet mira edhe gjithë shka është adin okej. Po. është një djallë shembullor edhe është arritjet mdoja ko. Po. Kove të fundit Drenica, përveç që ka shumë trima, po ka edhe repera shumë. Kështu që kjo është sa e krenar për këtë pjesë, për këtë priardhje të ndën. Sa i përket Drenicës, jam shumë krenar që jam Drenicak, edhe normal, çdo kush është krenar për vend vetin, po i kem dë vlera shumë të mëdha në atë aspektin si prej luftës, po dhe tash në kohën e sodit,
jena mundu gjithmonë më bo njerëz ma të civilizum, edhe si për shembull me artista, të ngjoni e kanis, e tash pendjekum na. Kush e di kur bitisët. Okej, Drenicën nuk lejojmë gjithë Kosova me na e prek briljant, kështu që përkraja ekziston gjithmonë ka qenë edhe do t'jetë gjithmonë. Në momentet vështira kemi pasur trima nga mbar Kosova, por me tekst të veçantë nga Drenica, por edhe të gjithë ata trima të gjithë Kosovës do të imbrojnë vlezrit e vetë, sepse ne jemi vlezër, besoj. Ke një emër shumë të veçantë. Briljant. Kush ta ka vendosur këtë emër? Briljant ma ka vendos baba, edhe tash gjithmonë mundona me ndjek emrin tem, me punë, me sakrificë, me respekt, që unë të nina i shkelqyshëm, qysh e kam edhe emrin, po edhe me shkelqy një briljante, gjatë gjithë karrierës, me punë të palëdhshme dhe punë të mira. Sigurisht ke përkrahjen e familjes. Çfarë të kanë thënë ata kur ti zgjodhe këtë profesion, të jesh një reper? Sepse reperet kanë edhe paragjykime, kanë edhe një jetë pak të Normal. është pak më të vështirë se sa të tjerët. Lera, familja më ka dhonë shumë përkraje, më jep edhe sëtë, edhe gjithmonë më thujnë që nuk ban me unoll, do të me vazhdu, do të edhe me bon sane ma të mira, që mund është mi bon, edhe respektin e kam spori për familjes, se kulmi një karriere është kur të kish në mbështetjen e familjes, për ata edhe më kanë ndihmu shumë, po veç inshallah tash briljanti ja u kthen me të mirë. Ja u kthen me të mira edhe 10 fish me matë. 10 fish, valla. Me matë mira. Në fakt, ky biznes, themi biznes, sepse kultura arti nuk do duhet ishte biznes, por një farforme shëndrohet në përfitime. Sa të shpenzon ty investimi në këngë? Ashtë diçka që duhet shpenzua shumë? Valla, është një punë, një biznes që po thua edhe të vlera, që dënë përkushtim të madhë, po edhe dënë shpenzimet më dhoja në atë aspektin e investime, po. Dënë investime, aspektin për shembull muzika, videoklipi, dhe më thonë sponsoret, edhe krejt këtu sene shkojnë me shpenzime shumë të mëdhoja. Po, shqyqyr ka dorë zoti, po ja dolim, adin, kur pedim që kena me morë diqka, në të ardhmen, po në të ardhmen, dhe më thonë dhe nuk po pritujna me investu edhe mos me unoll. Atëherë, kur nuk ndalësh suksesi, vjen një ditë, nuk ka diskutim, as nuk vjet në dyshim kjo pjesë. Sa je i njëjti me shoqërinë dhe shoqëria me ty, tani që profesioni jot është ndryshe, ndoshta nga të tjerët, nga mish që i ke pas? Unë e mundona vlera me pos një kontrol të jetës, dhe me mojt një distancë, po ju prej njerëzve që më kanë bështet në stëp. Njerëzit e afërt e kanë, do më thonë atë po normal. Briljantin tamam, dërsa rrethi pak më i gjon, është je pak. Rrethi më i gjon edhe unë mënura me konë rreth më gjon mi respektu, edhe me bon çdo sen që ka ju pëlqen rrethi gjon, edhe mënura me konë i djollë shëmbullur për rreth gjon, kështu që ju mu duk me ndje madhë, edhe në kështu edhe me një fjoll, me përmbyll në këtë aspekt, mënuna me konë sa për tokë. Po, me kam në tokë. Me kam për tokë, që thojnë. Ose humble, anglisht. Kisha pas qef me të pyet pak sa ke ndje konkurencën, sepse konkurenca është shumë e madhe në botën e muzikës. Depërtimi pastaj vështirësohet një farë forme. Sa e ndjen ti këtë gjë si një artist i ri? Konkurenca është bajage e madhe, bili në kuën e tash, kuën e sudit, është ma e madhe konkurenca, se ka shumë artista të ri, edhe vlera unë menej që konkurenca është
po edhe ai që punon, edhe nuk nolët, edhe ka pëlqim të audienca të publiku, ai gjithmonë ka mu shpërbly edhe tek e fundit publiku e zgjull atë person, atë artist, Ato që i pëlqen, po. ato që i pëlqen, edhe normal çdo kush e ka tani vendin e vet. Po. Briljant edhe diçka tjetër, ajo që ka rënë sy tek reperat, në fakt nuk jam shumë dëgjuese, më pëlqejnë kur dalë ndonjëherë, por nuk është se di tekste përmendsh të reperëve, por ajo që më ka rënë sy është se reperat din për me kriju famë një farë forme, din edhe me ngacmu, din me bo disa një farë forme. A e ke zgjedhur ti këtë fushë, a e ke menduar ndonjëherë që në tekstit tua të ketë pak des në mënyrë që të ngacmosh të tjerët? Valla Vlera, e kum menu pak a shumë, po... Dorën zemër, kjo është mënyra se si futen në treg. Futen në treg, po one menoj shumë që kjo puna e disit të artisti, sidomos i ri që mundohet me hy në treg, nuk ka jetë gjatësi. E vërtet. Sepse te hin me një zhonër që nuk e prek dikan... Duket si kur po hin me një luftë, nuk po hin muzikë. Normal. Sepse repera din edhe me bo rahje të ndryshme për klikime dhe pastaj për të depërtuar në muzikë. Po, edhe që thash ma heret, disi të one nuk mundet me ordhë, ka shumë sene tjera për pora, se ma mirë është me një artist me pos diçka të mirë, edhe me kon shambull edhe për jashtë venit, se me hi në kacafytje, kësi farë sanësh... Do shta disi vjen në një moment të caktuar të karjerës, kur ti ke arritur shumë, besoj, 20 vite karjerë dhe ngacmohesh nga të tjerët, mund të bësh ndoshta ndonjë dis përmes këngës, por jo kacafytjeve që përmende pak më herët. Kisha pas qef me të pyet Briljant, sa je aktiv në rrjetet sociale, sa ndihmoj një artist rrjetet sociale ditëve të sotit? Vlera, një artist në ditë sotit do të me pos shumë qasje në rrjetet sociale, me qenë aktiv. Me qenë aktiv, se sot rrjetet sociale nëse din me shfrytzu për të mirën tonë, për biznes tonin, dhe më thonë gjithë kime konë i sukses shumë. E për atë do të me konë shumë aktiv edhe me umerë veç mesane pozitive, sa i përket rrjetit social. Por gjithsesi, zgjedhja e shumë fytyrave publike është duke u bërë viral, duke tentuar për të bërë viral, qoftë nga një emision televiziv, qoftë nga TikToku, sa e ke zgjedhur ti këtë rrugë? Deri tani e di që jo, por sa e ke menduar? Valla... A duhet strategji për të... është një farë strategjie, do të me konë një farë strategjie, po edhe do të me konë aktiv, do të më merë shumë, si në TikTok, si në Instagram, si edhe në rrjetet sociale tjera, po është mirë me u merë mesane pozitive dhe nëse dënë mu bon viral, tash në voret edhe qëfar virali dënë mu bon. E vërtet. Apo më kupten, se viralet janë lej-lej. Sa mendojnë që klikimet tregojnë suksesin e një këngë? Klikimet? Unë mendoj, Vlera, që klikimet janë njëna prej më të paktave që e qujnë peshtë një artist, sepse klikimet janë... Edhe blihen. Edhe blihen, për atë, do më thonë, kur nuk komenu që një artist është i famshëm kur ja kum po klikimet, ose për shembull Gims ka më pak klikime nga njëherë se sa artistët tonë. Se për shembull njoni për artistëve dhe e kum përcjell këtë sene, isha në dyshime qysh ka mundësi kur Gims mbrana 24 ore 700.000 klikime, në 2 milion. 2 milion. E thesha, ka dalë edhe me nejsha, tani peja ato, mo këmë thonë... A të ka thënë dikush, a donë me bo klikime në klipet e tua? Po, besë që më kanë dhënë shumë e fejrta,
me rrit klikime, kur asë njëherë nuk këm dosht. Këm dosht, aqë so e meritoj edhe so du më ngrit, dhe më thonë më shku klikimet edhe nuk du me një fjoll vlera me rajt vete. Po, është një farformë jo, po 100%, Sepse unë du me kon... mashtrimi vetës. Nuk du me kon mashtrimi vetës, du me leon publikun, qka po dëm pe i meje, qysh pju pëlqej, edhe në atë aspekt rriten klikimet, rritet audienca, kejtë komplet. Sa beson në karma, sepse titulli i këngës është karma? Në karma besoj. Besoj në karma sepse gjithë qka të bajsh herët apo vën, të kthejet. A ka të bëj kjo me jetën personalit të ndën? Po, Do e që dikuj t'i kthej karma? ka të baj, sepse kam edhe kongën ashtë kancunet funit karma, po duhet me konë një person që nuk duhet me konë nga trallëtia, nga likësia një njërit, sepse menej që çdo sen qka e ban edhe të kthejet. Po, e vërtet. Jesh gënjur, kanë lënduar ndonjëherë? Jo, i lëndu nuk jam. I lëndu nuk jam, i shgënyu në pu, po i lëndu një. Është vështirë me të lëndu, të më thonë zemra e thyme jotja nuk qenka. Jo, as një moment. Është herët, thuj, halo. Ja. Është herët. A ke mesazhe nga gjinia femrore, nga vajzat? Komente? Kam mesazhe të mira, pozitive, dojnë me ditë kush është briljanti, Kush është briljanti në raport me një vajzë në jetën e përditshme? Briljanti në raport me një vajzë në jetën e përditshme është një njeri i civilizum, një njeri i dashtun. Që e vlerëson femnën? E vlerësoj femnën, se është një gjinini që e ka folë zoti, është diçka tërheqëse, edhe dohet me vlerësu në maksimum. Sepse tek e fundit, dhe e para dhe e fundit, ke ardhur në jetë nga një femër. Po, e vërtet, nga një grua. E ke menduar ndonjëherë krijimin e familjes? Briljanca e familjar, në këtë e paramendon, apo të duket pak? Po, pa tjetër vlera, ku mendu, edhe krijimi i familjes është gjithë shka për një person, sepse na, qka jem në këtë fazë hale, nuk e dim, edhe në kështë qysh është jeta e familjes, sësene, na tregojnë për shembull edhe prind, po deri të vish në atë pozitë vetë, nuk mund është me ditë. E sidomos kur rritesh në një familje që ka pasur ngrohtësi familjare, gjithmonë e dëshiron edhe për veten në të ardhmen që të krijosh. Normal, aja ekziston gjithmonë. Në familje. Sikur të kërkohej që nga bashkëshortja e ardhshme, përshëti mas sa vite ka me pa bashkëshortja e ardhshme, këtë intervist, nëse do të kërkohej që të lesh muzikën, apo repin, nga bashkëshortja, do ta lije? Lera, unë jam shumë e kam atë vetë besimin vetën tem që nëse tashnurja në të ardhmen... Po flasim në ajer, ne, ja? Intervista në ajer. Unë menej që nuk ishdosht më thonë. Apo nuk do t'a gjeje personin e tillë që mund të thoshte? Jo, absolut, se jam aq i lidh me muzikë. Do më thonë, jam shumë i lidh se nuk muj mi paramenu heq, ato sane më thonë për shembull leje muzikën. A do t'a ndaloje në të kundërtën bashkëshortën që të ndjek ëndrat e saj? Jo. Absolutisht. Absolutisht, se kësha ndalu, sepse vetë jam këtë rrugë, edhe kishëm shku dytë bashkë, një rrugë për shembull. Edhe nëse do t'ishte pjesë e skenës muzikore? Normal, pa tjetër, nuk më pengon aja pjesë. Okej, jemi pothuajse në fund të intervistës, vërtet u artova shumë, më pëlqeu shumë bashkëbisedimi me ty, briljant, që nge një djalë briljant me të vërtet. Do doja të di domethënien e tatus që po e shoh shumë shpesh tek... Domethënia e tatus është
Janë numra romak, po e shoh. Numra romak, për shembull, jashtë familjes me tatu nuk dal. Kjo këtu është për nonën, Po, data e lindjes. dota e lindjes, e në këtë pikën këtu, deri këtu, është dota e babës. Po. Data e lindjes të babës. Ki vend edhe për data të tjera të rëndësishme, në të ardhmen shpresoj që t'jenë bashkëshortës fëmijëve e familjes Gjan. Uroj shumë suksese për ty. Faleminderit Para shumë. se të krijohet familja, sigurisht që suksesi duhet të vi ashtu si që ke paramenduar, të uroj rrugë të gjatë edhe të suksesshme në karrierë brillant. Shumë faleminderit Vlera. Edhe diçka për fund, falë, se thashëm faleminderit e nuk të pyeta çka do të ketë diçka të re, ndoshta muajve apo në të ardhmen e afërt, çfarë do të shohim nga ti? A je duke përgatitur diçka që të presim? Jam duke përgatitur, Vlera, jam duke përgatitur diçka shumë të mirë, kohëve të funit, edhe e kam një projekt tash, është si verur, se du me zgot verën. Du me zgot pa verë, ton vite. Dynë se vera, unë pëlqen aq fort që du me zgot, edhe e kam një projekt shumë të mirë, e sene, po tani na pret prap ka vishta, dashnia, edhe si jem si popull me vujt. Po, pak kem qef me vujt. patjetër. Uroj që të mos vuajmë jetën reale, por vetëm ta ndjejmë, sepse jemi kështu si popull empatik edhe emocional. Brillant, kënaqësi e veçantë që të kisha sonte. Faleminderit shumë. Kënaqësi shumë. Kënaqësi edhe unë që isha këtu Vlera. Shumë faleminderit. Ju urej këtë staf kaq të mirë, edhe shihemi kismet hera të tjera. Intervistat të tjera, padyshim sukseset nëse s'mungojnë, këtu jemi të ardhur gjithmonë. Shikues të dashur, ishte